Hey njerëz, përshëndetje dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Ky është vlog masi... Okej. Mund të jetë i treti ose i katërti që unë kam xhiruar dhe nuk e kam postuar, por tani do ju tregoj se çfarë ka ndodhur. Atëherë si fillim unë jam te klasa, kam mbaruar mësimin dhe jam duke pritur Anin si gjithmonë. Kur them që është vlog masi i katër, do të thotë që unë kam xhiruar këtë ditë, kam xhiruar me kamera, por kohët e fundit nuk e di pse, por po më kap shumë syri. Një sekondë se po marrin telefon. Okej, ja ku jam sërish, kemi zhurma në për korridore, sepse kemi pasur probleme me elektricitetin këto ditë, me dritat, kështu që kanë ardhur elektricistat edhe erdhën kontrolluar këtë klasën tonë, nëse bënte masë ose jo. Ajo çfarë po ju thoja pak më parë është që unë kam filluar të besoj shumë që Okej, vazhdojmë prapë. Edhe po thoja që kam filluar të besoj shumë që gjithmonë kur unë do ju tregoj diçka paraprakisht, ose kur unë do bëj ato planet e mia, nuk më ecën as edhe një gjë ashtu siç unë e kam menduar. Kjo për shkak sepse po na kap syri njerëz, nuk e di pse, por po na kap syri. Edhe unë kam vendosur që të mos tregoj më atë jetën time hap pas hapi dhe të gjithë procesin ose rutinën që unë bëj, dhe gjithashtu kam vendosur që të mos ju tregoj asgjë para kohë, domethënë të mos flas përpara diçkaje që s'është nisur akoma. Dhe kështu më ndodhi, deri vjet për shembull, kisha nuk kisha justifikimin e kamerës, sepse në momentin që unë bleva telefonin, ishte çdo gjë okej, edhe unë mund të filmoj dhe mund të xhiroj shumë mirë me telefonin që kam. Por kisha këtë mendjen edhe këtë dëshirën që të kisha kamerën time dhe që të vija me ju me një cilësi akoma edhe më të mirë të videove, edhe kështu bëra, vjet në verë u bëra mbar dhe kam bler kamerën 1000 euro. Tani, do thonë jo shumë mirë ta gëzosh. Po, faleminderit. Problemi është që këto ditë që unë kam xhiruar dhe nuk kam postuar, më shprishur laptopi. Edhe Po, është prishur. Laptopi nuk është laptopi vjetër. Mund të them që ka diku te 5-6 vjet, ose edhe më shumë që është marrë, por që nuk është përdorur aq shumë sa të bllokohet ose të prishet, kështu që nuk e kuptoj dot këtë. Nuk e kuptoj dot këto që mua po më ndodhin. Po. Por gjithsesi, unë kam vendosur të mos e stresoj veten time, që përse nuk jam aktive ashtu siç do doja unë të isha në YouTube. Mendoj që jam shumë mirë në rrjetet e mia të tjera sociale. YouTube-i vetet thjesht një aplikacion që unë do ta bëj kur të gjej kohën e mjaftueshme për ta bërë. Është se jam shumë e fiksuar tek numri i ndjekësve ose tek viewsat e mi, kështu që jam shumë e kënaqur me çfarë kam momentalisht. Ajo që mua më rëndon është fakti që unë dua të bëj më shumë edhe nuk po mundem të bëj më shumë. Këto ditë jam munduar të dalë disi, po, kam ndryshuar rutinën time që rria vetëm në shtëpi. Kemi bërë foto për gjinin e bebit dhe tashmë e keni marrë vesh. Unë do bëhem
sërish mami I një djali, kështu që do jem mamë çunash. Nuk është ndonjë surprizë për mua, e prisja, pasi në fisin e tim shoqi ka vetëm çuna dhe 2 kunetret e mi kanë po çuna, kështu që dhe unë do bëja çuna. Madje edhe vjera ime ka patur 4 çuna. Në të gjithë këtë historinë e bebit, si përsa I përket gjinis, po edhe faktit që unë jam shtatza, me I lumtur në këtë mes është Roani, po dyshim sepse mezi e ka pritur këtë gjë. Do me thënë, ai ka që kur ishte 3 vjeç që e kërkon të diçka të tillë, kjo për faktin edhe sepse Roani ka qenë I vetëm edhe nuk ka as shok të lagja që të luaj, kështu e ka ndjerë gjithmonë e më shumë atë mungesën e të paturit një vlla ose një motër. Në këtë rast do ketë një vlla. Pra do ketë një shok jete. Kështu e konceptoj unë. Ne kemi edhe këtë javë mësim dhe të premten marrim pushimet, kështu që do kemi 2 javë pushim, do kthehemi në punë në datën 5 janar dhe nuk kemi asnjë plan për festat. Në fakt mua këtë vit nuk më vjen as mami në Shqipëri, të paktën kështu ka thënë deri tani dhe unë kisha shumë dëshirë që të shkoja unë këtë vit në Itali, por e la shumë pas dore, e neglizhova dhe tani biletat janë rritur shumë, kështu që nëse do më dalin ndonjë bilet e lirë kështu tak fak, mund ta pres dhe të ikim. Nëse jo, do jem në shtëpi, jemi pa plane. Burri na ka thënë që të mos e bezdisim në datën 5 janar, sepse do që të punoj. Kështu edhe unë nuk dua që të argjoj shumë këtë periudhë, sepse në shkurt do fillojnë punimet tek shtëpia dhe do kemi shumë argjime. Kur them që do fillojnë punimet e shtëpia, e kam fjalën për shtëpinë që rrim këtu në Gramësh. Shtëpia që është në Durrës është okej momentalisht, nuk besoj se I duhet ndonjë gjë për momentin. Deri në një pikë tjetër, kur ne të vendosim të jetojmë atje, nëse do vendosim ndonjë ditë, nëse jo, ajo do rri ashtu siç është. Pra nuk e di a ja u kam treguar juve këtu në YouTube, por në Instagram e kam treguar dhe e kam thënë që shtëpia në Durrës është me qira. Do me thënë bën 2 vite tani në shkurt, edhe qiraxhin që kanë qenë këto 2 vite do të dalin në muajin shkurt dhe unë po bëj gabim që po ju tregoj sërish, sepse gjërat do ndryshojnë. Në momentin që unë e them diçka, nuk do bëhet. Edhe pse unë kam vendosur që ose kam kuptuar që më kap syri dhe gjithmonë që tregoj një gjë të re nuk më realizohet, mendoj dhe besoj fort që këto gjëra sa më shumë ti besosh, aq më shumë të realizohen. Kështu që edhe pse e them këtë gjën që më kap syri, prap di të them edhe që nuk ka shanse të më kapi syri. E di që ju doni të flas shumë për Babyn. Baby është shumë mirë deri tani. Ka filluar të ndihet pak më shumë me ato lëvizjet e veta dhe për momentin nuk është se kam bërë vizita tani afër. Doktori që unë jam ndjekur deri tani më ka bërë vizit para 1 muaji dhe tani më ka lënë vizitën në janar. Do me thënë, ndoshta kjo është sepse çdo gjë po ecën mirë, por në një anë tjetër, mua si nën nuk më lën edhe dyshimet e mia, kështu që kemi lënë vizitën të shtunën e ardhshme. Aq njerëz. Kam lënë pas dore të shkoj edhe tek mjekët e lagjës, do me thënë tek konsultoria, për të bërë ato matjet dhe ato feshat që duan bërë. Mund të shkoj këto ditë, nuk e di.
Këto kohë më kanë shkruar shumë biznese të huaja që më kanë kontaktuar për bashkëpunim. Kemi rënë dakord edhe unë i kam çuar tek mami në Itali si gjithmonë. Dhe problemi që më ndodhi këtë herë, nuk e di pse gjithmonë më ndodhin mua këto gjëra, por papaja ishte nga Amazon dhe kam dëgjuar shumë që Amazon bën shumë gjëra të tilla. Kurrieri e kishte lënë pakun tek dera e postës, ndërkohë që posta ishte e mbyllur. Kështu që sepse ata ditë ishte ditë e diel dhe aty lexon me shkronja të mëdha që jemi mbyllur. Kurrieri për kollaj e kishte lënë pakun tek dera dhe kishte ikur. Ndërkohë më kishte sjell email dhe më kishte dërguar këtë foton e pakos që kishte vendosur aty. Unë kam parë emailin ditën e dytë dhe normalisht që pakoja nuk ishte aty sepse kushdo që do të kalonte do ta merrte dhe pakoja humbi. Pastaj kontaktova biznesin sërish edhe i thash që kjo gjëja nuk është normale. Si mundet që një kurrier ta lër pakon në atë lloj mënyre kur pika e postës të dorëzimit ishte e mbyllur. Dhe biznesi ma ridërgoj sërish pakon. Tani kam që dje që gjurmoj porosin dhe deri në mbrëm më thoshte që ishte në Sant'Angelo, do me thënë diku afër adresës ku është mami im, dhe ka që mbrëm që nuk po lëviz që aty, do me thënë është tek zyra e fundit dhe pritet që thjesht të marri kurrieri dhe të bëj shpërndarjen. Tani problemi im që ndron që tek disa pakot të tjera që mua më kanë ardhur, i kam dhënë po të njëjtën adresë dhe nuk më kanë shkuar te adresa, më kanë shkuar në disa pika të tjera. Por ato i kam gjetur sepse më kanë dhënë lokacionin, më kanë dhënë kodin dhe në këtë lloj mënyre kam vajtur i kam tërhequr. Kurse këtë nuk e di se ku do të më çojnë dhe jam shumë nak derisa mami të bëj tërheqjen. Plus që sot niset një njeri i njohur nga Italia dhe dua që të më sjelli ai sepse kam për t'i bërë foto edhe video brenda javës. Gjithashtu pres edhe pakot e Momkozit dhe janë edhe disa biznese të tjera, por ato mendoj që do më nisë mami me autobus. Më telefonoj një kolege dhe më duhet të dalë. Shifemi sërish.